kategori speciale. Dhe nuk do t'ishte as pak korrekte që kjo të eliminohet. Kryetari i PDSH-s mendu thatë që i bëri thirrje partive tjera opozitare për unifikim, por ai caktoi kushtet duke thënë se ai përfaqëson partinë më të madhe opozitare, pasi që ka legjimitetin e fituar në zgjedhjet e fundit. Pa ata njëherë duhet të pranojnë kush është baba, kush është lideri i opozitës, kush është ai që ka legitimitetin e opozitës. Unë kam 67.000, 68.000 vota dhe mu askush nuk më ka marrë prej rrugët më thotë ky është udhëheqësi i opozitës. Nëse juve ju pengon mungesa e komunikimit, është për shkak se nuk ka legitimitet faktik. Për gjitha jam i gatshëm që të bisedoj, mirë po tentimi që më përfitu funksion deputetit është banal. Nga Partia Unitetit theksuan se partia e tyre është e hapur për bashkëpunim opozitar. Nga kjo parti, përmes një përgjigje për TV21, thanë se janë pro bashkëpunimit opozitar dhe komunikim me të gjithë subjektet politike. Por nga lëvizja Besa, theksuan se nuk duan të komentojnë deklaratën e kryetarit PDSH-s. Në përgjigjen e tyre me shkrim theksojnë se nuk dëshiron të komunikojnë deklaratët e kreut PDSH-s, sepse ai nuk është njeri serioz. Edhe parti tjera opozitare përfshirë, LR, PDSH dhe RDK, nuk dhanë përgjigje dhe nuk komentuan deklaratën e liderit PDSH-s në debatin Klik Plus për bashkëpunimin opozitar. Për shqiptarët dhe fundit nuk shoh ndonjë platformë